2 qershor. A do të gjej fryt? Kur pa nga larg një fik që kishte gjethe, shkoi të shihte nëse ndoshta do të gjente diçka në të. Dhe kur arriti tek ai, nuk gjeti asgjë, përveç se gjethe, sepse nuk ishte koha e fiqve. Dhe duke ju kthyer fikut, i tha: "Mos ngrënt më askush frut prej teje, për jetë." Dhe dishepujt e tij po dëgjonin. Marku 11, 13 deri në 14. Këtu kemi një rrëfim të mbushur plot me vështirësi. Gjëja më tronditëse në lidhje me mallkimin e një fiku nga Jezusi këtu është se kjo është një mrekulli shkatërrimi. Deri në këtë pikë të Ungjillit sipas Markut, çdo gjë tjetër që e kemi parë Jezusin të bëjë ka qenë një mrekulli transformimi ose restaurimi. Meqense se kjo është një përmbysje e plotë dhe e ndryshme nga veprimet e tjera të Jezusit, ne duhet të gërmojmë më thellë për domethënien e saj. Në beslidhjen e vjetër, si hardhia, ashtu edhe fiku, përdoren në mënyrë të zakonshme si metafora për të përshkruar pozitën e izraelitëve përpara Perëndisë. Kur hardhia ose fiku prodhonin frut të mirë, gjithçka po shkon mirë. Kur jep frut të keqe ose nuk jep frut, populli i Perëndisë e ka humbur rrugën. Ndërsa Jezusi vuri re zbrastinë e plot që shfaqej në veprimtaritë fetare të asaj kohe, mund t'i kenë ardhur në mendje këto fjalë të profetit Mikea: "Mirë unë, sepse jam si ata që vjelin frutat e verës, si ata që mbledhin rushin pas vjeljes. Nuk ka asnjë vile për të ngrënë. Shpirti im dëshiron një fik të parë." Mikea 7:1. Prandaj, mallkimi i një fiku nga Jezusi nuk ishte as pak arbitrar. Kjo skenë ishte një shëmbëltyrë e aktruar e simbolizmit profetik. Ai përdori fikun për të demonstruar gjykimin që do të binte së shpejti mbi Jerusalemin. Jezusi kishte ardhur në qendër të jetës fetare, duke kërkuar lutje dhe frytshmëri, por nuk kishte gjetur asnjërin. Fiku i pafrytshëm ishte embleme një legalizmi fetar dhe ritual, që pretendonte të ngopte zemrën e uritur dhe të kënaqte Perëndinë. Por kur njerëzit ju përkushtuan një feje të tillë, aty nuk ishte asgjë që t'i kënaqte. Dhe ky veprim i birit hyjnor tregon se Perëndia nuk ishte as pak i kënaqur. A ka ky paralajmërim profetik ndonjë domethënie për ne që jetojmë larg pemëve të figjve dhe tempujve? Po, sfida për të dhënë fryte të mira vlen edhe për ne. Megjithatë, ne gjithashtu duhet të kemi kujdes që të mos i ngatërojmë ritet fetare ose vetë drejtësinë që vjen nga zbatimi i rregullave me frytin e vërtetë. Populli i Perëndisë është gjithmonë në rrezik për ta këmbyer një marrëdhënie të gjallë me një legalizëm të pafrytshëm. Si mund t'ia vëmë veshin paralajmërimit të fikut të tharë? Në një vend tjetër, Jezusi na thotë: "Çdo sherment në mua që nuk jep fryt, ai e heq. Unë jam hardhia, ju shermendet. Ai që rri në mua dhe unë në të, ky i jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë." Gjoni 15:2 dhe 5. Me fjalë të tjera, nuk duhet të përpiqemi që thjesht të veprojmë më mirë, por që ta njohim Jezusin më mirë. A ka ndonjë aspekt të përfaqësuar nga kjo pemë fiku që është i vërtet për jetën tuaj? Kur Jezusi të vijë dhe të na kontrollojë, a do të gjejë ai vallfruta në degët tona? A do të gjejë ai besim? Qëndroni të lidhur përulësisht me Jezusin, hardhin tonë, dhe fryma e tij do të bëjë që në ju të rritet pikërisht fryti që po kërkon ai.